Për hajër. E pasit nis, e pasit bege nis. A ke prit? Ma shumë valla jo. Ma shumë një. Qysh po njëshë që s'ka zemë? Shumë mirë. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Melgjimtarit. Jemi në qytetin e Presheve, saktësisht në fshatin Corrëtic. Para disa muajsh kemi qenë këtu me e vizitu një familje, ndërsa tani qysh po shihet mbrapa me vetë se ka fillu shtëpia e re. Në bashkëpunim me Fundin Humanitar të këtij fshati, kemi vendosur që e nisin dhe familjen e tij me bë me shtëpi të re. Vetë se po shohim që puna ka fillu, mirë po pjesën tjetër që ka mbetë do e marrim përsipër ne si shoqat. E shfrytëzojmë rastin me falënderu banorët e këtij katuni që kanë kontribu për me gëzu këtë familje, e na përshkojnë ata te Enisi edhe përshohim se çka ka me thonë ai, e ju e pjellojna pak me pamje se qysh jeton Enisi. Zarfi Melgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Shtu saloni, këtu do në dhonë një matantar hajmë, të rëqë, shtirë, qështu që, një matantar me një salon hajmë, në të një soba. Shtu e të e kafe, në në shtatë vangës. Soba është e vogër për me këtu 40. Po s'kemë shumë e bo. Kush je, Allah inshallah i dhash tonat mire. Kush ka mundësi për hatër të mire, se për muhe nuk ka problem. Vesh për që ta thëmë, për shumë së shadërsen. Me glen lizë në zemë, se s'kemi kushte për me bedra, se si nga dalim 30 dinarë social. To është danë, ja. Shtu ngre vllagë, po s'është të mirë. Ngre vllagë, të në do t'i më po soba. Vjera. Po e në zburi. Po a dëmë me safer, mëre? A e gjallë? Mirësie. A, pasë më në vend të mirë shtë. A ullëm që të? Hajde, ka donë. Se e që shtë. Qysh je? A je mirë? Mirë. Qysh po kalen? A që shtë. Për hajër. E pasit nis, e pasit bege nis. Pa, mirë është mirë. Qysh po njëshë që s'ka zemë? Shumë mirë. Shumë mirë. Pa. Kush ta dha lojmin mas pari që kanë me ta njësë shpinë e reja, qysh o bo? Lojmin më ka dhonën nga dzak, Aha. kume e kam. A ke prit? Ma shumë valla jo. Ma shumë një. Se... Ama, mirë është. Fëmija- Jam falemnderues shumë. Fëmija janë gëzu fëmija. Pa, shumë mirë. Mashallah. Që sa ka fillu këtë puna? Po i ka një 2 javë, 3 pa. 2 javë. 2 javë po thuaj keni bo 3 qëta? pa pa. Mashallah. 4 javë, 3 javë. Po, që 3 shatit e pari. A, Po më mirë e kam bo shumë. A ju kanë ndimu pënturve, po? Pa, E, kur kom pas më shumë punë, kom shumë punë. Kus kom pas, kom punu më ata valla. mashallah. Tash kjo është tuka ju të këtu e nësa po? Pa, Okej. pa. Fëmi, sa i kom? 2 a 3? 2 shtit rejtë dhe një. Dë. Dhe një muj. 3 kismet. Apo, inshallah, veç t'in që në shënjirë. Pa, që e kresoja. Inshallah, e gëzën në shpinë. Pa, Edhe e të shegujnë edhe ata që kanë menajtë. pa. Masteje, sa dhu ma i ko shpija njës? 3. 3. 3 dhe ma fjetë, së saloni, me fush. Ja. Okej. Edhe banjë. Na veç e falenderuam edhe banorët e fshatit që kanë kontribu. Pa. Na Unë kena i pas- falenderoj edhe banorët e fshatit tem, edhe këto, kejtë kush ka kontribu, shala Zoti. Na kena pas shef me morë përsi për vetë krejt, prej fillimit, po i kishe bashkëfaqarët e mirë, na më prit në njerë ta të organizohu, Po, kështu që pita tjetër që ka met, ka më kryrë për neve si shoqat, ndërsa të punë tjerave që din çka i kanë kryrë fshati. po. Na shfrytëzojmë rastin me falënderu secilin banor fshatit Corrëtic që e ka marrë këtë nisje,
Shpresoj që edhe katunet tjera kanë me marrë pak mësim prej këtij rasti. Enisi është veti 4, tash gati veti 5 të prit. Po na ju falenderojmë edhe një herë, Zoti ju shpërbleft. Shpresoj që shumë shpejt këna me orë dhe me shtinë shpinë e ri. Besoj që vanohet shumë për shkak që është vera dhe punë shkojnë shpejt. Na s'me mënyna Enisin edhe ma shumë, po veç ju përshëndesim, e juve Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft që vazhdoni me bë punë të mira, e inshallah gjithmonë shihemi vetëm për mirë e për hajër. Enes, veç inshallah e gëzon, inshallah kryet sa ma shpejt. Po më për gjithë mërgjimtarëve. Ja. Inshallah ti qelë Zoti rrugët, edhe ta keni shëndetin. Kush ka nevojë, inshallah ja çel Zoti. Se heron valla. Me jetu me një sopë vogël. Zotit një muftë. Po e ndesh. Ja. Ju përshëndesim na.